Mos i neglizhoni. Shenjat e para që jep trupi kur sheqeri në gjak është shumë i lartë. Trupi ka tendencën të tregojë menjëherë kur diçka nuk shkon si duhet. I tillë është rasti i sheqerit në gjak. Kur niveli i tij është shumë i lartë, simptomat janë të menjëhershme. Kemi të bëjmë me mjegullim të shikimit, ngadalësim të shirimit ose uri të vazhdueshme. Kur trupi është i sëmurë ose i goditur nga stresi, ai nis të prodhojë hormone, gjë që mund të nxjisë rritjen e sheqerit në gjak. Shkatrimtarë të tjerë mund të ndikojnë edhe në ndikimin e rritjes së niveleve të insulinës. Mungesa e insulinës ose medikamentet e diabetit mund të shkaktojnë luhatje. Ngrënia e tepërt e karbohidrateve, mungesa e aktivitetit fizik, sëmundjet, infeksionet, medikamentet e të tjera mund të jenë shkaktarë të niveleve të larta të sheqerit në gjak. Simptomat mund të jenë mpirje, probleme nervore, atak në zemër, dëmtim në veshka dhe urinim i tepërt, etje e tepërt dhe fryrje e gjymtyrëve.